Amanet kam, duke që jam pak me vetës se ti, besoj. Po, pak, po. Super. Amanet po s'lea po së gjalli. Kurse përjeton diçka ti, mos se fol. A që shumë të sështë? Se jo me të nime. Unë nga kum përjetu luftën, kum qenë luft. Nuk kum luftu, falë. Se kum pas 15-16 vjeç. Po kum përjetu, kum mik, edhe kum përjetu, ma kanë marrë familjen, ma kanë vra familjen, më kanë vra shumë sene, po këvjen kohë që e bisedojnë, nuk është momenti, se s'ku marrë këtu me tregune për luft, as për familje, ku marrë për vetën, me tregune një mesazh të mirë, si jetuat familja, si duhet edukohet një fëmiju, si është labinoti brenda, si këndon labinoti, çka bën. Ama kjo është pak një temë shumë e vështirë për neve shqiptarëve, për që ata në buk, tha, vi që mos folim bukat, me folim një ditë tjetër, për mja se folim, se du më folim. Po. Dimova edhe se nuk bën me thonë ato, nuk bën, Serbin, kohën luftës. Nuk ka pas mëshirë, a e konë xhamia, shtëpia. Po e dim ato e dim. Edhe këta Shqipërisë ndoshta nuk kanë përjetuar, ta në kanë prit neve, mos më konë këta, s'kishë mujtë as armatimi pru, as me bo ushtërien, as në më të në kohët luftës kena shku në kanë prit të se jemi vlëzër. Pa, vlëzër mo, jemi vlëzër e tash, nuk ose që dhe dajë, në më tënë, e tash, në diçka që ti, e ta nuk din, shka ka ndohë këtu. E mos kur që nuk din. Edhe Edi mu nuk paralizu pa lidhe për publikut, sepse foli diçka që nuk ka lidhe i që gaboj shumë. A mu një kumë përjetu. Po e kanë di që ato, po këptone, nuk e kanë, te e ke ndi, ti e ke përjetu i tjetër, për që ata, se ta me keq, diçka keq. Ama ti dalësh, për shumë Leona të s'ma dalon mu me folë për unë. Folë nëse din, ama këtë dalësh ti keq, se s'din, se s'ki përjetu. A kuptën, që kjo është problem? Diçka që se përjeton ma, ma se folë se dalësh keq. A që është nëzër, shumë e qatë, shumë e regu. Serbin nuk ka kush, unë po. Unë e vërtet se kam përjetu, se kam qenë e vogël, kam qenë Shqipëri, ama një gjë që e di, që e vlerësoj shumë nga lufta UÇK-s që është bërë në Kosovë, që gjithë njerëzit duhet ta dinë, nuk ka luftu për lek, nuk ju është premtu asnjë gjë që do fitoni këtë, do fitoni atë, dhe prap kanë dalë për dinjitetin e kombit, për moral, dhe e dyta, pa tank, pa avione, vetëm me krah kanë luftu. Dhe gjithë bota e ka pa forcën e shqiptarëve aty. Sërish në histori. E di çfarë do thotë dalësh vetëm me krah të luftoshën në atë kohë që ishin, pa tenke, pa avione, pa asnjë gjë tjetër. Janë tregu të fortë. Kanë dhënë shpirtin, kanë dhënë familjen, gjithë. Ka shumë histori e fortë UÇK-s. Dhe ka qenë i menqur. Na? Dhe ka qenë i menqur. Po, ka qenë. Ai, deri diku. 200 bagera i ka porosit Kim. Edhe 100 bagera i ka shti në përdorim. Për bankere ke fjallën? Bager. A, bager, po. Si thoni... Se bunker ka 70.000 Shqipëri. Di, kom përjetu, kom pa, kam shku shumë herë rrugën e vjetër, Shqipëni. E tash, kur e kam prit ata kreditin me pagu, si a pagu në kreditin, a di pse 100 i ka qitë aktiv, më tonë punim, 100 e kalon pasiv, dhe më tonë, a di pse e kalon pasiv? Që ku preshe këta mi ja marrë pjesë atyre. A kupton? A di qarë. Është shumë. A ma ka qenë pasër kohën e ti. Në Tiranë unë e kam do video që shikoj, a din. Kohën e ti sa pastër ka qenë. Pastër, mendoj gjitha pastër ti, ka pas regla. Ka bujt populli. Shumë. U bë nga komunizmi demokraci shkaku se më populli nuk kishte me çfarë mbahe. Se kur kufizoheshet në aspekt tregtie nga gjithë shtetet e tjera, është si puna e një personit në familje. Në rast se unë jam tek punë një vetë në një shtëpi, unë nuk mund t'i arriti mbriti bëj gjitha. Kur bësh dy persona bashkëqift, plotson njëri tjetrin. Kur bësh me fëmijë rriten fëmijët, filloni plotsoni njëri tjetrin. Edhe shteti si shtet. Nuk mund funksionojë shteti vetëm tek punë një vetë në gjithë botën. Prandaj ekziston tregtia ndërkombëtare. Shkëmbimi i produkteve, i shërbimeve dhe i ideve madje. Se kështu zhvillohesh njëri me tjetrin. Kur shndrohet pasaj konkurenca nga nacional në internacional, merren ide më shumë, zhvillohet konkurenca më shumë dhe ti ec me hapin akoma më shumë.